Yeah, but what can they use? When they put it into a box, then they can't open it. The white, yes. Yeah. Hell no. They're building it. I think. Hello? He's not Hi, representative for Reuters, what do you expect today? Right here, this way. What do you expect from today's meeting? Çfarë prisni nga dita e sotme? Në fakt i kemi paketën, gjithashtu po mendojmë edhe për paketën tjetër, kemi sanksione që kemi vendosur për energjinë, për Rusin, gjithashtu kemi dhe një udhë rrëfyes, të cilën e kemi propozuar javën e kaluar bashkë me paketën e sanksioneve. Sepse është të rëndësishme që të shkurtojmë fondet për të vazhduar këtë luftë, pra financimet për të vazhduar këtë luftë. Në këtë drejtim duhet na jemi të gjithë të bashkuar, sepse shohim qartësisht që Rusia nuk do paqe. Po për bisedimet në Turqi keni optimizëm?
Mendoj që është një propozim shumë i mirë. Sigurisht që ka procedurat të tjera, por është e rëndësishme që edhe si mesazh që amerikanët janë, sepse për t'i ushtruar turistin e Rusisë kemi dhe ne mjetet, kanë dhe amerikanët mjetet, pra është e mirë ti përdorim bashkë. Po bisedimet në Turqi. Kur të kthehem, do të takohem me kryeministrin dhe është e rëndësishme edhe për rajonin që të shohim se çfarë si po ecën. Nuk. Zonja Kallas, çfarë prisni nga Kosova dhe Serbia në procesin e dialogut? A keni ndonjë mesazh për Kosovën dhe Serbinë? Pak më parë kemi emëruar përfaqësuesin e ri të posaçëm për dialogun dhe presim normalizimin e marrëdhënieve, sigurisht. That we didn't actually get the meeting of the leaders. I think everybody else was ready for the meeting of the leaders. Zelensky was saying, and also President Trump, I think, was saying that the leaders level. Takimin e liderëve jam optimist, ashtu edhe u shpreh presidenti Trump në pjesën e konfliktit Ukrainë-Rusi, por presidenti Putin duket se nuk do ta bëjë këtë. Kjo tregon që nuk janë serioz, që kjo të përfundojë dhe këtë mund ta shohë gjithkush. Është e rëndësishme të shihet po kështu atë çfarë sheh e gjithë bota që Rusia po bën lojra. A mendoni që Shqipëria mund të jetë pjesë e BE-s në 2030? Po, mendoj që Shqipëria po bën një progres të shkëlqyer kur vjen fjala për reformat, ato që janë të nevojshme dhe po kështu për ne është në anën tonë duhet bërë, pra nga ana e Europës duhet bërë hapat e dura, pra ju duhet bëni reformat për shembull në sundimin e ligjit, perspektivën e kështu me radhë, por ka një moment politik ku të gjithë duan që procesi i zgjerimit të ndodhë, nuk ka qenë më parë dhe ndërkohë kjo nuk është e nevojshme vetëm për vendet e Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu edhe për Bashkimin Evropian, sa i përket fuqisë vetë ekonomike e geopolitike. Tashmë që po e kuptoni që Putini nuk do të negociojë, çfarë do të bëni? Po është e qartë për të gjithë, mund ta shihni qartësisht. U bën mbi 2 muaj që diskutohet një gjë e tillë. Good morning. Mirëmëngjesi, po flasim të dy së bashku.
Çdo pjesë e territorit Ukrainas duhet jetë aty. Në fakt ishte një takim shumë i mirë, pres me padurim që të takohem këtu me ministrat e jashtëm në Tiranë. Njëri pas tjetrit. A keni qenë në mënyrë të kujdesshme, optimist në të shkuarën, tashmë do flisim me ministrat, ndërkohë që kemi dhe bisedimet në Turqi, a mendoni që do të dështoj? Në fakt, Putini bëri gabim që dërgoi një delegacion të nivelit të ulët. Në fakt, stopi është në fushën e tij, është shumë e qartë, ai duhet të luajë në kuptimin që duhet jetë serioz për të gjetur paqe dhe gjithë trysnia në fakt tashmë është mbi të. Çfarë duhet të ndodh që Putini nuk është i prirur. E di, e njoh shumë mirë që kur kam qenë kryeministër i Holandës, ai e ka topin në fushën e tij, për shumë gabim që dërgoi delegacion të nivelit të ulët, është një gjë shumë e mirë që ukrainasit kanë ardhur në Tryezë dhe ka dërguar një delegacion mjaft të prirur për të negociuar paqen. Jam shumë i lumtur për rolin që po luan SBA-ja, rolin që ka marrë presidenti Trump për të zhbllokuar të gjithë këtë situatë.